Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si me vendos një klip në timeline. Do të thonë, po fillojmë me editimin e thjeshtë. Po fillojmë prej gjëra thjeshta, pastaj gradualisht fillojmë me bëu gjërat më të avancuara. Për të filluar editimin duhet me vendos klipin në timeline. I kemi dy mënyra si mund ta bëjmë këtë. Po fillojmë me mënyrën e parë. Klikoj këtu te clips. Hapën këtu lista. Dërsa jena mësuar videon paraprake, nëse klikoj këtu, shfaqet këtu thumbnail, do të thonë këtu në formë të liste, ndërsa këtu mund me pa pak edhe thumbnail. Nëse klikoj këtë, edhe ngrej këtu drag and drop, shikoni video vendoset këtu. Nëse klikoj space-in, kjo fillon më bë play, siç po shihni këtu, fillon lëvizja. Edhe këtu fillojnë sekondat. Nëse prap klikoj space, këtu ndalet. Po mu i me lëviz edhe këtë, shikone. Mënyra dytë është, klikoj dy herë mbi video edhe shikone shfaqet këtu. Ndërsa, te kjo, e kom mundësin me zgjedh për shembull këtu, e lëshoj klipin, edhe për shembull po du nga kjo pikë, edhe klikoj këtu mark in. Edhe pastaj lëvizi këtë edhe zgjedhë pikën B. Po du deri këtu për shembull, edhe klikoj këtu mark out. Edhe vetëm e ngrej kështu drag and drop edhe lëshoj këtu. Këtë që ka ndodhur tash është që video këtu që kam bërë drag and drop, apo vreni këtu është video i njëjtë, po kjo është më e shkurt, kjo më e gjatë. Për arsye se këtu që bëna drag and drop është vetëm kjo që zgjedha unë këtu. Do të thonë prej pikës A te pika B. Ndërsa nëse du me bëj këtë deselektimin, më me kliku me tastin e djathtë edhe klikoj clear in and out. Shikone. Opsioni tjetër e kena edhe kështu. Nëse shkoj këtu edhe klikoj I, shkronjën I, kjo është in. Ndërsa shkoj këtu e bëj O bot out, do të thonë prej këtu nga këtu. Edhe prap thash e marr drag and drop edhe e vendosi këtu. Këtu janë dy mënyrat që mund me vendos një klip në timeline.